Mbrëmjen e djeshme në Big Brother VIP 4 u transmetua një klip, ku Gjesti fliste për jetën e tij. Por përpara se të transmetohej klipi, Gjesti rrëfeu se ka shumë mall për familjen e tij dhe fshatin ku ka lindur. Kam shumë mall për katudin tim për familjen time. Sa po të dal do shkoj te familja. Direkt në fshatin tim, në katundin tim, tha Gjesti. Ai tregoi se ka lindur në Pej dhe është rritur në fshatin e tij në Pavlan, në vitin 2000. Familja e tij përbëhej nga 5 pjesëtar, ai, motra, vëllai më i vogël dhe 2 prindërit. Jemi 3 fëmijë dhe 2 prindërit që i dua shumë. Për një kohë të gjatë kemi qëndruar në një shtëpi me kushte të vështira shumë. Një mur na ndante prej lopëve. Prej tyre jemi mbajtur, jemi ushqyer. Prej punëve të katundit jemi mbajtur. Babi gjithë kohën ka punuar për ne, që të na rritin dhe mos na mungoj gjë. Babi është ai që e ka mbajtur familjen tonë, tregoi Gjesti përveç së tjerash.